Faqja na ishte dikur sjell tregimin mjaft të bukur dhe prekës nga Migjeni, Zeneli. Tregimi Zeneli i Migjenit është një nga pasqyrimet më të dhimbshme dhe më të vërteta të realitetit shqiptar të viteve 30, parë përmes syrit të një mësuesi që përballet çdo ditë me varfërinë, pafajësinë dhe inteligjencën e pashfrytzuar të fëmijëve të maleve. Faqja na ishte dikur ju uron shikim dhe dëgjim të këndshëm. Zeneli është si ajo tokë e mirë e pletshme ku fara do si do e hjellun zen, rritet dhe ep fryt ma tepër se pritej. I than: Zenel, thuaj e ti ato që s'diti shoku. Qohet me sytë e ti të gështenjë të përqëndruem me ndueshëm ndër sytë e mi. Dhëmbët e bardh, fytyra e zeshkët, balli i rregullt, kryet e zgjatur në përmbrapa. Flet, përgjegjet me besim të madh në vetvete. E atë besim e fitoj me shumë prova, mbasi gjithmonë kur s'din tjerët, ati i takon me fol. Dhe flet me ball pak të rrudhun e mes të syvet. Nganjëherë, ashtu tu fol, e tradhton Zenelin fantazia fëminore, i hyp kalit imagjinar me flatra dhe fluturon nga reja në re. Por me dvumun re buzëqeshjen teme, kutjohet se ashtu gabue. Ndalet, disi ndihet ngusht, ulet pa i than unë mendej, dhe mbulon fytyren me duar nga turpi. Atëherë qeshem unë, qeshen shokët e tij dhe sjellin kryet herë nga unë, herë nga Zeneli. Nganjëherë, rrallë, i mbushet mendja Zenelit dhe thot: "S'di zotni." Atëherë mësimi nuk shkon si duhet. Nuk don me ditë për të. Nganjëherë, gjithashtu rrallë, i futet Zenelit gëzimi fëminor mu në zemër. Asgjë sende ban të qeshi, dridhet nga gazi, sëri urt dhe trazon shokët. Dhe nuk ndihmojnë as qortimet, as interesi i mësimit. Mua atëherë më bëhet se dhe më tallë dhe më qorton Zeneli në këtë mënyrë. Mjaft ma zotni mësues, mjaft na mësuet si duhet me jetue. Çka është mirë e bukur mjaft na mësuet. Megjithatë na porrojmë si rrojten stergjyshnit tan, po në ato mjerime, të lamun e të tretur ndër këto bjeshk. Qe, na shikon njëherë njënit në përkëmish të shkye me i shifet supi i verdh, tjetrit barku si dras, ati është gati t'i bie të fikët nga uria, një tjetër prap me zi përmbahet mos t'i bajnë dhëmbët brr nga ethet. Kështu më dukej se më qortonte me tallje fytyra inteligjente e Zenelit, ndërsa qeshej. Pra, na len pak të qeshemi, më dukej se thoshte, të gëzohemi derisa jemi në shkollë. Rroft shkolla, rroft arsimi, sa herë kemi këndue, e në shtëpi s'ka gaz, s'ka të qeshund. Rroft shkolla, rroft arsimi që na mëson këndim e shkrim, të cilët me të vërtet nuk kanë me na hum shumë në punë në jetën tonë, por mjaft që kemi me marrë një hu, jo për gjë tjetër, por për të shkruar në qiell. Rroft shkolla, rroft arsimi. I la fëmijët të argëtohen dhe silem nga dritoria. Vërej. Mat bjeshk të nalt përballë është një pyll i modh të cilit si dihet kufini, e ku shkuem një herë në shtëpi, është një visar që s'hahet. Vërej shfatrat e kodrave, të bregjeve, vërej ndajare të vetmuare në largësi, dryet, dhe në kuqe dhe gjelbërimin e verdh. Ma afër vërej kasolat e rasuara për dhe e që përbahen vetëm nga mbuloja e kashtës. Tretem në kontemplacion të mërzitshëm e buzët e mia makinalisht lëvizën, flasin me vetvete. Shpejt kujtohen se më shikojnë fëmijët, sillem, e Zeneli, zotni, apo bajmë mësim? Or gjeografie. Marr globin në dorë, u flas. Po Shqipnia ku ashtë? Pyesin 2-3 veta e të tjerët i ngrinj qafat që të shohin më mirë. Kur u adhëftoi shenjë, një pikë e kuqe në mes të ngjyrave tjera, dëgjohen zane të paknaqune, disi të shqetësueme. Sa e vogël, e vocër, me zi shifet. Po si zotni, ka që vogël Shqipnia, qohet njëni tu e kundërshtuar me dorë. Të gjithë flasim njëni me tjetrin të shqetësuam. Thue se tashti në këtë çast u bash Shqipnia e vogël, ku duhet me u vrapër me qëndruem brënda kufinit. Vetëm Zeneli s'fjet gja. Më shikon në drizan e syrit me sytë e tij të mendshëm, si më than: "Zotni, shpëtoje situatën. Si tjera herë që e shpëtove kur kemi fol për mjetet teknike të bujqësisë dhe shkaku pse i kemi. Kur kemi fol për komoditetet e jetës, të cilat si kemi për shtetet e pasuna, çka na nuk jemi. Gjithherë ke shpëtuar situatën. Shpëto edhe tash." Vërej shpirtrat e vegjël të shqetësuem pse atë deu i tyre kaq i madh, si u duke natyre në natyrë, është vizatuar aq i vogël, e mendojnë se është gabim. E di se nesër Shqipnia në glob ka me u rrit,
ka me bosa duhet e madhe prej dorës e ndonjënit nga shqiponjët e klasës. Për me ngjalt, mu aqu moralin, u flas. Çfar, Shqipnia nuk ashte vogël, ashte madhe. Po tu pjeston të ndër njerëz sa jemi, i bjen kaq e kaq secilit, sa nuk u bjen njerëzve të shteteve tjerë të Evropës. Pse e kanë vizatuar pra kaq të vogël? Me zemrim dhe tua u ndihmuar me duar, flet në mbrojtësi i vogël i drejtave të dheut. Mezi përmbahem se qeshunit dhe u flas. Pse jemi më të vegjël se shtetet e tjerë, por kjo s'do me thanë gja. Për me qenë të lumtum na mjafton kjo tokë që kemi, veç duhet ta punojmë. Në këtë çast, ra zilja e fëmijët ma nuk kutpojshin gja nga filozofia lumnis që nisa t'u zhvilloi. Duelen jashtë pa qef nga dal, ende t'u skjaru me shok-shoqin, ndërsa Zeneli mundohej të mbesi mbrapa pa u vure. Kur duelen të gjithë, më tha në mes të buzëqeshjes dhe hidhnimit: "S'kemi kur gja, zotni, as vegla të reja për punë, as shtëpia higjienike të mira si shtetet tjerë. Jemi të vegjër." E ndala. Deduksioni i Zenelit tem ishte sa i hidhet aq edhe i vërtet. I fola. U mundova pa paqtoj. Nuk dija mbesoj. Shpeshherë më pëlqente të mendoj mbi ardhmëninë e Zenelit. Por çe bo? Nuk mjafton vullneti i mirë jem që ta baj Zenelin të hypi nder majat e nalta ka shpethejnë horizontet e dritës. Mandej dhe pjesa e me fataliste arsyetonte. Lene Zenelin të rroj jetën stërgjyshore, primitive, e ka ma mirë. Mos e merr në qaf me hyp ndër majat e nalta, nga mund thej qafen i dëshpëruam, tu pat vetit të dashtun tepër ult dhe tu mos mujt me u ndihmu. Prandej, kur erdh koha, ja dhash Zenelit dëftesën e lirimit, u përshëndetëm dhe kur shkoj me erdh keq që s'do shifemi ma kurrë. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, na ishte dikur.